Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac pritet të nisë në muajin gusht dhe të zgjasë rreth 4 vjet në Maqedoninë e Veriut. Drejtori i ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore, Kose Trajanovski, paralajmëron se projekti financohet me një grant prej 30.8 milion eurosh dhe një huap prej 167.6 milion eurosh. Грантот е 30,8 милиони евра, а кредитот, то е заемот, е 167,6 милиони евра. Segmenti i ri do të jetë 10.5 km i gjatë, ndërsa së bashku me 1.5 km të ndërtuara më herët, autostrada do të arrijë në 12 km. Trajanovski tha se traseja kalon në terren kodrinor dhe malor, ndaj projekti përfshin ndërtimin e 5 tuneleve, 9 turave, 11 mbikalimeve dhe 4 galerive dhe 9 mureve mbajtëse. Nënkryetari BDI-s reagoi pas nënshkrimit të marrëveshjes në qeveri për ndërtimin e pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac. Bojar Osmani shkruan se ndonse ishin paralajmëruar ndryshime në projekt, sot me nënshkrimin e kontratës del qartë se nuk është ndryshuar as 1 milimetër nga traseja e projektit që u la e përgatitur. Pra financimi ishte siguruar, projekti ishte përfunduar, shpronësimet ishin realizuar dhe procedurat e tenderimit ishin nisur. 2 vite u humbën duke mashtruar opinionin me një ndryshim traseje që nuk ka ekzistuar kur. Qytetarët meritojnë një përgjigje të thjeshtë pse humbën 2 vite, shkrua nënkryetari BDI-s Bojar Osmani. Eksponentët më të lartë të LDK-s janë shmagur nismave që vijnë nga strukturat vendore për shkarkimin e kryetarit partisë Lumir Abdigjiku. Ish presidentja e Kosovës nuk ka dashur të komentojë nismë për mbledhjen e nënshkrimeve. Jam deklaruar për këto tema më herët dhe i qëndroj prapa atyre deklarimeve, tha Vjosa Osmani. Edhe deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Paris Guri, nuk është deklaruar lidhur me nismën. Nga e mërkura, një grup delegatësh të kuvendit të LDK-s ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për thirrjen e një mbledhjeje të jashtëzakonshme në cilën synohet të futet në rendite kërkesa për shkarkimin e kryetarit. Për thirrjen e kësaj mbledhjeje nevojiten nënshkrimet e 1/3 së delegatëve të kuvendit. Nëse sigurohen nënshkrimet e nevojshme, kërkesa mund të hidhet në votim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Filluar regjistrimet online për klaset e para dhe të 10-ta në Albania. Ministri i Arsimit të Shqipërisë Mirela Kombaro kërkoi respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrim me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor. Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkitë, ashtu edhe për zyrat arsimore, të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor. Sistemi do të qëndrojë i hapur deri më 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar. Për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesshme, regjistrimet do të jenë të hapura deri më 11 shtator, kurse për nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat e mesme profesionale, kanë afat datën 30 shtator përmes portalit e-Albania. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo deklaroi se qeveria po zbaton një paketë të gjerë masash financiare dhe reforma që synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. Gjatë një konferencë përshtyp, Demo cilësoi risi faktin që 30 milion euro janë parashikuar për fuqizimin logjistik të bashkive, ku 20 milion euro për emergjenca civile dhe 10 milion euro për përmirësimin e transportit urban. Sipas tij këtë javë prezantohet Rilindja 2.0, një qasje e re zhvillimore me fokus në transformimin e territorit, mbështetjen e startupeve, qendrave shëndetësore dhe zhvillimin e zonave industriale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.